Nëse them villa është fjala e madhe, po janë shtëpiza të vogla. Afro 400.000 deri 500.000 euro fillimi e komis. Një shtëpi në ta bën, njeriu edhe sa e ka vështirësi. Lere ti me bën 130 shtëpia. Mi ndru 100 gjalla çarapa, dikush nuk e ka ndru për 14 vjet sa i ka. E mi bën 100 gjalla shtëpia për 3 vjet, vallai është e pamundur. Mendimin e kërkuj tiç, absolut, kur fa aksioner nuk ka këtu, përpos Allahut dhe unë. Unë e kam arrit deri 7.000 euro me bo are. Prej 100 euro që ka qenë are. Ka klientë që me 5.000 euro ja kum liru shtëpinë, a ka borx shumë e madhe. Përshëndetje për gjithë miqtë e mi, unë jam Eliona edhe sot kemi orë ma kresh për me po gjitha villat këtu në kompleksin Allegro, në menaxhimin dhe në të drejtoratin e Lavinot Regjës. E janë i bashkë me mua edhe vojna një bisedë shkurt shumë të mirë bashkë me Lavinotin. Lavinot, faleminderit shumë. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. Gjithashtu Jona, mirë se ju gjetëm. Me bismillah. Po i shohim kështu. A kjo me bismillah? Me bismillah kemi orë. Ka rëndësi. Po i shohim kështu duke punu edhe duke u përlyp. Falë që Nuk ka der, kjo është domethënë thjeshtësia, modësia juaj që ju po punoni mbi këto villa. Tregona pak ç'po ec puna. Nëse them villa është fjala e madhe, po janë shtëpiza të vogla, 100 katrore dhe kështu që jam i stërkënaqur, është një ajër i papam, është ajër shumë i bukur, që lidhet me Karadakut, sigurisht Artan jemi këtu, ose Novobërd, Tojza, Makresh e Eprëm, duke pas parasysh që kemi edhe Kamenicën afër, Kalajen e Artanas afër, Gilanin e bukur e kemi afër, edhe autostradës së shpejtë që do të na vjen, që do të lidh domethënë mes Makreshit, mes Gilanit, besoj që si vjet nga institucionet e Kosovës që do të kryhet dhe kështu që jemi stërkënaqur, deri më tani mirë është. Tregona pak pse ke zgjedh pikërisht Makreshin e Eprëm nga Artana ose Novobërd. Pse ke zgjedhur këtë? Unë kam menduar që do të vini të bëni një intervistë për karrierën time, për muzikë, për videoklipe, për darsma, se jemi duke ardhur në sezonin veror, ja pra edhe shfrytëzoj rastin ta flas pak edhe për muzikë edhe për. Do t'i marrim krejta nga pak te juve. Okej, unë gjithmonë banoj, domethënë pas luftën 1998 e kam kaluar dhe shumë e kam sfiduar atë luftën, domethënë sepse kam shumë anëtar të familjes që më kanë vdekur gjatë luftës. Nikosisht ndjer edhe baba im në burg dhe mbas burgit ka vdek, domethënë pas që u liruar nga burgu dhe ka vdek. Dhe unë kur kam shkuar në Gjenev, kur kam ikur në si 15 vjeç gjys në Gjenev, atje më ka lidh gjithmonë me An Karadakut, domethënë njerëzit ka kjo lugina. Po. Sigurisht lugina Pershevës, Ferizajt, Vitijës. Edhe gjithmonë videoklipin e parë që e kam punuar ka qenë në Gilan, te kolegji Gilan ty afër Astorias. Flas për vitet 2003-2004, më njëherë pas luftës, edhe gjithmonë ka lidh me këtë vend, edhe me Kamenicë sigurisht. Edhe rastësisht disa artistat kanë ardhur në këtë vend dhe unë kam bler tokë mbi 11 hektar. Edhe ja kam nisë si mund të them që si hajgare. Ja pra tash ku jemi deri edhe. Do thot prej një shpirtit artistit deri tek në një menaxhim i shtëpizave, të themi villave të cilat i ke përpunuar vet, pa ndihmën e Tani edhe vet jam të punu kurt, edhe pllakat, edhe laminat, sepse në Thojza kam lënë edhe pak si asgjë në, domethënë kur ta lësh domethënë punën dikuj tjetër ta menaxhon, kështu që nuk është si dora jote që të krun. Nuk punon. Edhe kështu që unë kam lënë pak në emër tjetër ku na mendoj kanë punu menaxherët, por e kam pasur që nuk ec puna si kur jam unë vet. Edhe fatmirësisht që e përmirësova atë gabimin dhe tash jam tu flajt vetëm vikend që po shkoj në Zvicër për me performu darsma kështu me radhë. Kurse gjatë javës punoj më shumë se këta që punojnë këtu. Prej orës 6 deri ora 6 mbrëmje jam i angazhuar 100% këtu. Vetë si punëtor. Sa po është për juve e vështirë? Edhe hajt me punëtor, thjeshtësi për tokë, kjo është më rëndësi. Kjo është më rëndësi, po tregona pak sa është e vështirë me po punë si artist edhe menaxhim të shtëpizave, villave që ka qenë shumë e vështirë sepse një terren i papar, shumë i rrezikshëm, një terren që domethënë vetëm për rrymë sa kemi pas problem në toksore që kemi pru me trafo, një kosto shumë e madhe. Tani ujin tonë kemi domethënë me bunarët, me pusetat. Pusat domethënë që kemi hap, po kemi tentuar me hap 20 diçka bunar, po nuk kanë dalë ujë aq sa ne kemi nevojë. Dhe tani në pikërisht prej këtu një kilometër që është toka ime, kemi hap dhe kemi ujë aq shumë që
me mundësi që mund të ndihmojmë edhe do një fshat të komunës Gilanit ose të komunë Kamenicës, sepse çdo orë kemi mbi 200.000 litra që na fruzon. Aq shumë sa që ju mundemi me ndihmu edhe ndonjë fshat të kësaj Tash rrethine. 200.000 litra që na jep neve, po na nuk i harxojmë brenda orës 200.000 litra, aty që kjo laçë. Edhe tani shihet pak edhe rëmuj, por jemi punime sipër. Po, jemi pranë përfundimin, fali. Po. Mbi 50 shtëpia janë vetëm me mobilet, edhe po janë banueshme, edhe avokati im i nderuar i Burim Malili banon këtu, domethënë prej Tajtës deri të Hanën banon. Jasir Hasani, futbollisti, është nuk po shkoj më shkup ku vjen këtu edhe pak Tiranë. Domethënë Tregona pak kush prej artistave, prej shoqërisë tonë ose po, jashtë është Nasir shoqërisë. Rafuna, është Lumi Bi, është Opo Plabi, Lavinat Gashi, është jo shoqërisë time, shoqërisë popullit shqiptar. Po. Sepse ata janë shit në Po gjithë jemi një. Po. Jemi bashkë. Po. Edhe kush tjetër? Është Shpetim Decku, Ka prej tyre që kanë marrë ato shtëpiza në prej. Pagurove na Stefa, po, domethënë Ka prej më të ndryshmeve. Po. Tregon pak çush mundet me qenë. Ton Krasniq. Vllavi im Loni edhe ka qenë reper shumë i njohur. Janë njerëz shumë të mirë, shumë të edukatës. Afro 400.000 deri 500.000 euro fillimi e komisë. Tani kemi vështirësi edhe me punëtorë, sepse mi thonë që ka punu keq, nuk pe pranojnë. Mu kam mësu një farë kultura edukate e Zvicës, orari është orari dhe kur është mirë, që pagesë. Kurse është mirë, shko shtëpi. Është keq, edhe shumë normale. Po këtu mi thonë i punëtori që është keq, vërsulet edhe me kërcenim. Sepse në Zvicër është shtu, momenti që ti nuk e bën mirë, kemi ja pagu edhe kohën edhe materialin që ke up, edhe gjitha. A këtu i bake ma hanë djesën, për shka me tonë djesë kërë s'ke punu mirë. Ka kushtu me mija euro. Ai personi kur e kam thënë që nuk janë mirë laminate edhe dyrt, ka kërcen. Në më thënë, ose mija parë se ta ndaloj laqë. Po. Tregon pak sa ke shpenzu deri tash për krejt këtë punë. Po tash më tërgu këto e mbenjera të këja 5, se sa po e kom pagu një shumë të madhe. Sepse tani të flasë për atë kënë, tani më thojnë, vetëm po fletë për këtë, unë i thrasë gjithë artistat, se do njerë po keq kuptohem, se i ka artista shumë të mirë, këngëtar shumë të mirë edhe cilët janë shumë që janë taks pagus të rregull, për shembull Lavinot Tahiri është kësaj tyre është taks pagus, më i rregull se këtë ne. Edhe unë kam pagu vetëm për muzikë për 2 vjet në 4 njarë. Si ilusik, kurse për lagje, tash për tash deri më tash 100 njarë për lagje. Ala s'kena përfundu, sepse gjallë 89% jemi përshëndet me shtetit, tash ka metë edhe 81% e bja. Po fundon projekti komplet. Më thë, jap taks pagus më i besoj që majnë deri diku më i mirë. Jo gjithmonë. Nëse unë plas sa ka kushtu, është pak as unë nuk e di. Se ja kombi si ajgare edhe nuk e bdi se me qenë tereni i rafsh është shumë ma let me punu. Me pas për shtetit të rrymën, me pas për shtetit ujin, kanalizimi, këto e kumbo kreta, është disa, që edhe tot me pëti me punu një infrastrukturën. Tregon pak a shumë sa kanë kushtu gjitha këto domethënë infrastruktura, ujë, krejta këto që ju i keni shpenzu brenda kësaj lagje. Po tani sa i përket sa ka kushtu, asun nuk e di. Dhe njerë duhet të them që ka kushtu me mija euro. Dhe me thënë sepse infrastruktura është primare. Unë nuk kam pas haber për këtë lami, po tash mendoj që jam bo një farë architekt dhe një farë inxhinier shumë i mirë. Edhe që jam psikolog në Barcelona, falni edhe master të kryer, edhe fakultetin tani jam të kryer edhe një fakultet muzikës, e kam kryer është mes me muzikës, por nuk jam njohës i psikologjisë as muzikës, sa jam njohës i mirë tani i lamisë ndërtimit. Dhe praktika e bën të vetën, mundeni me... Teoria është aftësi, do më thëmë se ti nuk e praktika e bën vetën, praktika. Po e jo, ta them që ka kushtu shumë, mendoj që më shumë ka kushtu infrastruktura, edhe pagjerat, rrugën, ndamja rrugës, më thënë me pse këtu nuk ka qenë mal kjo ka qenë vetëm guralesa. Nuk ka pas kjo pjesë këtu, se ne kam kundërshtu jo ki pishmali, kjo është klasit 7-8, nuk ka pas kur mal këtu. Ka pas, do më thënë, mund me këqyre edhe geoportal, ka qenë guraleca më shumë. Më thënë, 90% ka qenë guraleca, shumë pak ka pas, do më thënë, gjelbrim, shumë pak. Ne jemi të gjelbru tani. Jemi të mundu me gjelbru si vjetë sa, do më thënë, besoj ka muj maj do t'i
do t'i bim afro 5.000 fidanet, do thonë edhe që do t'jetë komplet të gjelbruar. Gjelbruar me gurt, me drur, do më të mirë që mushme. Unë nuk jam tu përkushtu me pritu këtë lagje, jam tu mundu që me bo një lagje të bukur, edhe sigurisht inshallah Zoti nuk pa u mundi, e lusë Zotin, por tash jam tu mundu që me bo mendu, edhe tu jëllon mundin maksimum, unë dhe familja ime, prej nënës edhe deri të fundit, ata janë të punu të më dërgu paret, sepse klientët nuk janë pak është vështirësi me kërku dhe klientët, sepse gjithë mund të vënojnë. Edhe kjo nëse nuk ke financa, nuk mund të punojsh. Tani kemi vështirësi edhe me punëtor, sepse mi thonë që ka punu keq, nuk pe pranojnë, domethënë, sepse unë kam mësu një farë kultura edukate e Zvicrës, orari është orari dhe kur është keq, domethënë, është keq, edhe shumë normale. Po këtu mi thonë një punëtori që është keq, vërsulet edhe me kërcenim. Ka raste, nuk po thësej, keni familja shumë e njohtur që është daja e tyre, por do t'jen kuha që do të flasë, shumë e njohtur që ne përkulimi për atë, do thënë do t'jen radha, por besoj që si vjetë përmes këtë platformën e juaj, dhe them që do t'jem edhe Big Brother Kosova, VIP Kosova, kështu që aty do të shpalosi shumë gjana që do t'i trunditin shumë media edhe shumë Kosovë. Do më thënë ka ai personi kur e kam thënë që nuk janë mirë laminate edhe dyrt më ka kërcënu. Do më thënë ose mja parë se ta ndaloj lagjen. Edhe te kjo ka ndodhur, më thënë si e kjo nuk bën me orë, sepse ne jemi populli tani, jetojmë në demokraci, në shekullin 21, edhe duhet me ecë shumë përpara, edhe duhet me dalë pak jashtë me pa çka po bëjnë ata. Edhe ata kanë edukat, kanë edhe mirësjellje, edhe punën e bëjnë punën. E lypin çmimin, po punën e bëjnë punën. E këtu pak kam hasë me probleme shumë të mëdha me punëtorë të cilët nuk kanë punu mirë. Domethënë kur kam dash mi thënë së është keq, aty do shkoj mësu mua. Kjo është keq. Tani jam tunet 24 orë me ata për mi krye që kur është mirë, çe pagesë. Kurse është mirë, shko shtëpi. Sepse në Zvicër është kështu të ndëruar zojnë. Zvicër ose dias, po kudo që kalojsh Kroacin andej, momentin që ti nuk e bën mirë, kemi ja pagu edhe kohën, edhe materialin që ke up, edhe gjitha. A këtu më hënë djesën, për shkëm e tonë djesë, për s'ke punë mirë. Dhe janë dy shtete që kanë dallim shumë të madh dhe janë shumë ndryshe nga njëra tjetra. Tash, sa janë çmimet që i keni shpenzuar deri më tani? Sa ka qenë fillimi juaj? Çish ka qenë fillimi juaj? Unë kam pasur 12 banesa me qira dhe e kam pa që nuk ja vlen mi majt banesa, domethënë sepse me shumë i qira, jo po të pagon, jo s'më pagon, jo andej dhe këndej, dhe kështu që e kam pa të arsyeshme që t'investoj këtu, edhe domethënë unë me pajet e mi afro 400.000 deri 500.000 euro fillimi e komisë. Po. Po. Është një shumë me cila ju e keni mbizotru vetë, edhe deri me tani keni... E 2002 që punoj në Zvicër, me 8-22 shkurt, 2002, kam punu edhe në fabrikë japoneze sushi, jam profesionale kuzhinës japoneze, e du shumë atë kuzhinë. Pre atjeshe, do më thënë, edhe sigurisht mami jem, bashortja ime, vllau im, bashortja vlaut, motra ime, na kemi qenë edhe jemi, do më thënë, gjithë janë të punësuar. Sigurisht, e kom, do më thënë, vërtetu këto parës, që e kom punu dhe me bankë, edhe kështu, edhe gjithë shka ka qërreu. Tani sigurisht që ne bijetojmë. Një shpinë ta bon, njeriu edhe sa e ka vështirësi. Ledre ti me bo 130 shtëpia. Unë e kam arrit deri 7.000 euro me bo are. Prej 100 euro që ka qenë ari. Mos më konë muzika për zotin, është problem shumë. Ka kliente që me 5.000 euro ja kum liru shtëpinë, a ka borç shumë në male. Sa është vlera e një shtëpie nëse është krejnë fillim të lagjes, edhe sa janë ato lartë? 120.000 një shtëpi. Do më thonë, tregona pak sa ka qenë çmimi i tokës kur e ke marrë fillim edhe tash sa mundet me qenë vlera e tij. Unë e falenderoj shumë Zotin, sepse vetëm ati i bi sejdë, edhe do më thënë jam praktikues i fesë islame, edhe falenderoj shumë Zotin, edhe që shumica e tyre nuk ma din vlerën time, do më thënë këta këtushit, do shta nuk ma din, thojza them, po këtu une s'ka kërkush tjetër. Une e kam arrit deri 7.000 euro me bo ari. Më thënë prej 100 euro që ka qenë ari. Unë kërkush tjetër. Këtu s'ka pas kur gjo para si me anisë une shumë paka shumë.
si ku gjesi, po thore Katar, që ka luajtur Katar, domethënë, a kupton? Domethënë ka luajtur kur një kur Jois ka pasur shumë pak investim ka qenë, unë jam ai me ndihmën e Zotit dhe ja kum nis prej 300 euro, 400 euro, maksimum ka qenë 1000 eurari. Unë e kam arritur ta bëj deri 7000 eurari. Do të thonë prej 300 deri në Unë s'kam më me shit, unë s'po shesin tokë, ata që po shesin tash. Tash, a ma din vlerën, nuk kanë nevojë me ma dit, edhe që e shoh do njerë edhe shajnë fyr, s'ka lidhje, po Zoti ma din Si vlerën. përballon ti fyrjet edhe krejt ato që vinë Po, parashit e unë lut na Zotit i fal Zoti, sepse ata nuk e din se sa po eki unë, e sa jam tu ek, domethënë ditë e natë. Kur me një intervistë kam thënë nuk flej ma shumë se 3-4 orë, shumë kanë përqesh. Po në të rinë një javë me mu, e shohin që vetëm një herë javë flej unë ma shumë. S'ka gjatë javës as 3 orës flej, 3-4 orë qatë që ma shumë jo. Do thonë, e bushi baterijet e mija vetëm një herë javë, ta man flej bi 20 orë. Kështu që gjatë javës se nuk kam, nëse nuk je vetë një shpi njeriu nëse e bën, e ka vazhdo, nuk ka problem. Një shpi në ta bën, njeriu edhe sa e ka vështërsi. Ledre ti me bo 130 shtëpia. Është e pa mund ose nëse bën 150 shtëpia. Disa vështërsi është. Vetëm tash unë i kam brenda ditës, i kam kërkesa për dasma, bit 20-30 veta më thrasin. Plus edhe mi është ranion 100 veta. Edhe është e pa mundur. Domethënë është vetëm psikologjia ime e aftë dhe besimin e Zotit dhe lutem gjithmonë Zotit më jep durimin, sepse dikush splodon, domethënë kalon. Apo të ndihmon sa do pak pjesa e artistit në këtë lami? Shumë. Mos më konë muzika për Zotin, është problem shumë, sepse ka klientë që me 5.000 euro ja kum liru shtëpinë, a ka bërë shumën e madhe. Edhe pres edhe unë. Do të thënë sa është vlera e një shtëpie nëse është krejt fillim plazhës edhe sa janë ato lart. Tani për shkak se bisedoj tash ka dikush që ka ble edhe për me bo biznis, tani unë do t'ja prishi edhe biznisin e tyre. Unë e kam shit shumë lirë. Fillim sepse ka qenë edhe materiale i lirë. Para luftës Ukrainës ka qenë gjithçka lirë. Pas asaj është shrejtu shumë. Unë kam pas një fat shumë të mirë që e kam bë komunimet e vrazhda, 90% e kam kry para luftës Ukrainës. Edhe kjo më ka ndihmu shumë. Pas asaj është problem të arrish ta bësh një shtëpi me një çmimore të cilën unë me atë çmim që e kam shit. Po unë e kam shit, tash ata që kanë ble ka 10 shtëpi, ka 5 shtëpi, do të kenë fatin me shit me një shumë marames. Po sa mund të më qenë dallim mes atyre krejt në fillim plazhës? Tash u ta them sa peshesin këta. Këta që peshesin, domethënë për shembull Bekim Borovci. Sa për shembull? Bekim Borovci ka dhe bankën e vet, domethënë ai e shet 120.000 një shtëpi. Ai, edhe afrim Borovci ka baronin lokal, ai e shet një shtëpi 100 metra katrore me 2 are gjys. Ne jemi pranë legalizimit, jemi të qartë. Domethënë e kena legalizu rrymën, pranim teknik. E kena domethënë ai e ka ble shumë lirë për meje, por tash ai nuk e shet në 120.000 euro. Ç'kjo është? E flas një shtëpi 100 metra katror, 3 lloma, një sallon, një bajno edhe 2 are gjys ose 250 metra katror. Po. Mi ndru 100 gjallë qarapa, dikush nuk e ka ndru për 14 vjet sa i ka. E mi po 100 gjallë shtëpie për 3 vjet, vallai është e pamundur. Mendimin e kërkuj tiq, absolut, kur fa aksioner nuk ka këtu, për pos Allahut dhe unë. Pa diaspor nuk ka jetë këtu. Një Zvicran ju ka dek baba, se kam qenë shef 6 vjet, mas 2 ore ka orë punë. Te na, jo ka dek ky, një punëtor ka dek 6 herë halla, derisa shkova dhe unë në spital me pasë shtu shpirti ma pruni. Te une a ka dek, as ka dek, kush ka dek, une kur them punë. Këtu, përmes Afrim Borovcit, ka edhe Christian Dior që ka ble, domethënë një drejtoria prej Kanadës, Amerikës ka ble edhe domethënë lagjën tonë. Na pretendojmë që si vjet me hapë edhe restoranin, në ambientin e hapur, edhe domethënë ka edhe për fëmija lojra ka t'i parë, tani ka edhe një 14 dhoma që do t'jenë hoteli. Po, edhe sigurisht edhe dyqani i lagjës. Pra pritet do të jetë mirëmbajtja, domethënë mirëmbajtja do të ketë një kosto vjetore për ujë, për gjitha, edhe do të jetë me mirëmbajtje me këtë, do të jetë lagja private, hymja dalin, nuk do të kemi mundësi për me çdo kush. Kjo. Pra është një timi të qartë në 130 metra mbi detar, gërshër sipas informata që kam, gërshërtohen 13 rryma të ajrit, edhe është shumë mirë për leukemi, për sheqer, për gjitha smundje që ka njerëzimi. Po.
Edhe Pra unë vetë krejt kjo vetiu, pritet me o përfundu në fund të vitit. nuk besoj që të zgjatë, punime do të ketë edhe 5 vjet, por nuk besoj që do të ketë punime shumë do të thënë ato që unë me liru shtëpia nuk do të kalon dhjetorin, nuk e besoj. Po se jemi të punu afro 50 deri 100 punëtorë tani. Tani vetëm kemi laminat, dyrt, me këto jemi të marrë mas shumëti edhe përgatitjen e bashkëve, gjelbrimin edhe fidanë si thash pak më parë. Okej, laminat një mesazh për fond për krejt ata që mendojnë me rriti çka sikur ju në jetë dhe Unë vetëm të ne në Rahovec, në një fshat Zatriq, i cili është bidetar 1500 metra bidetar, edhe aty ka dalë këtë mermer, edhe janë mbi 300 persona kinez të cilë kanë mbledhë shtëpia, ama sa e respektojmë na, sepse ekonomia është rritur në komunën tonë 3 deri 7%. Edhe ne i mbajmë si me qenë kushdo, do të thënë, mbajmë me shumë respekt. Unë e lusë të gjithë ata, kushdo që investon në Kosovë, në çfarë do treba, respektoni ata, sepse investimi ta bjen që ekonomia edhe ata të papunësuarit për më punu. A kupton, mos i shani, mos i fyni, sepse tani, a jam i keq apo i mirë unë nuk e di, mi ndru 100 gjallë qarapa, dikush nuk e ka ndru për 14 vjetë sa i ka. E mi po 100 gjallë shtëpie për 3 vjetë, vallaj, është e pamundur. Mendimin e kërkuj tiq, absolut, kur fa aksionerë në paktu, për pos Allahut dhe unë, kërkuj shiq. Unë e lusë ta duheni Kosovën, ta duheni kombin tënë, ta duheni besimin e juaj, ta respektoni familjen, ta respektoni sidomos diasporën, se pa diasporë nuk ka jetë këtu, nuk ka sepse ushqimi, antibiotik apo është më i madh është i diasporës. Prandaj diaspora investon e mos i neglizhoni, sidomos ta punëtorë që punojnë, me mësi po presin me ardh diaspora derisa ja marrin parë, ja fshin parë tani, nuk i vin, ai shkreti vjen këtu verës për me shku darsma, jo andek ne, i lëm punëtorit me punu, a derisa ja merr parë, mas në ditë jo më ka dek, pasha zotën, një Zvicran i ka dek baba, se kam qenë shef 6 vjet, i ka dek baba mas 2 orë ka orë punë. Te na, jo ka dek ky, një punëtori ka dek 6 herë halla, derisa shkova dhe unë në spital me pasë që shpirti ma pruni. Te une, ka dek, as ka dek, kush ka dek, unë kur them punë. Unë vllahun tim, që e du mas shumë ti, a ka dikush që e du mas shumë se vllahun tim, po kur s'ka qenë serios punë, e kom largu për punës. Sepse puna është farz. Më thënë, nëse ti nuk e respekton punën dhe shtëpinë tënde, edhe pragun tonë nuk ka kush që ta respekton tjetër kush. Kjo është. Faleminderit shumë. Kënaqësia është e imja. Gjithashtu.